Spekullimet janë shtuar në Serbi se një armë zanore u përdor në mënyrë të paligjshme për të shpërndarë një protestë antiqeveritare në Beograd në mesin e muajit mars, ndërsa ky incident ka mbushur titujt e gazetave, emisioneve televizive dhe mediave sociale, ndërsa presidenti Aleksandar Vučić, tashmë duke u përballur me protestat më të mëdha civile në vend, është në presion për të shpjeguar këtë ngjarje. Armët zanore përdorin tinguj ekstrem për të paaftësuar objektivat. Ato mund të dëmtojnë veshët dhe të shkaktojnë dhimbje koke dhe të përzjera, dhe përdorimi i tyre është i paligjshëm në Serbi. Tamara Bojanovski ishte në një turm protestuesish antiqeveritar në Beograd më 15 mars, kur dëgjoi një tingull si një makineri të fuqishme që u përplas në tokë. E dëgjuan edhe mijëra të tjerë. Turma e njerëzve në një nga bulevardet kryesore të kryeqytetit serb u nda papritmas, duke nxituar drejt trotuareve. Stefani, një student protestues, kujtoi ngjarjen duke thënë se ndjeu një valë të fuqishme që e përshkoi atë. Njerëzve u ra të fikët dhe disa u rrëzuan, tha avokati Božo Prelević, një ish-ministër i brendshëm në Serbi. Sipas tij, zhurma zgjati vetëm disa sekonda. Autoritetet serbe mohuan posedimin e pajisjeve të tilla, ndërsa ministri i brendshëm Ivica Dačić pranoi se policia kishte bler pajisje akustike me rreze të gjatë, të përdorura nga autoritetet në Shtetet e Bashkuara, Australi, Greqi dhe Japoni. Më pas, policia e Serbisë, Agjencia e Sigurimit dhe Inteligjencës BIA dhe ushtria mohuan që t'i kishin përdorur ndonjëherë ato në publik. Vučić tha të shtunën se Rusia kishte dërguar ekspert nga shërbimi i saj inteligjencës FSB për të hetuar me kërkesë të Beogradit dhe të hënën tha se hetuesit amerikan të FBI-s do të mbërrinin gjithashtu brenda pak ditësh në Serbi. Earshot, një organizatë jo fitimprurëse që është e specializuar në hetimet audio, e cila kishte parë edhe pamjet, tha se zhurma mund të kishte ardhur nga një armë eksperimentale jo vdekjeprurëse për kontrollin e turmave që përdor vorbulla ajri ose gazi me energji të lartë, por se nevojiteshin më shumë kërkime. Protestuesit ishin mbledhur në kujtim të 15 personave që humbën jetën kur një çati e stacionit të trenit u shemb në nëntor në qytetin e Novi Sadit.